Diçështë që i kam pa që njerëzit nëse çlirohen prej ngacmimeve të shejtanit, është njeri më i lumtur këtë dunjë. Dhe njeri fitimtar në ahiret. E para ai që arrin ta çliron veten e tij prej vezveseve të shejtanit, që janë dy lloj vezvese më të rrezikshme që shejtani t'i afron zemrën tonë. E para prej atyre vëllezër të ndershëm kooperativ. Allah shejtani vend frikson, mos I jep se ke mu varfëru, ke kujdes ruje se kje me bo darsëm, kje mi martu e vledet, kje mi da ato, ke me bo këtë dhe këtë, a nuk e din se ti e të dhonë të je bo trekti me pasanikon me atë më të madhe. Para me ndonjë njani me inë biznis me kinën edhe mu tutën kise po falementon. Po që me ndonë vllai dashur me Allahun tanë, korin biznis, a ka mundësi me falementu ki njeri. Mirë po shejtani a që e frikson nga varfëria e shejtani, ja I do komol fakar, shejtani gjithja ju frikson, moga bo, po jep e po varfërosh, ruje, deponoje, mledhe dorën, tanë jeta I shkon në rob I kësaj dynjaje dhe nuk e merë vetëm atë që Allahu ja ka shkruajtën para 50.000 vjetëve se para se me qenaj. Para mendoj çfarë komploti I ban, kjo është vesvesja më e madhe dhe e di këta është frikë. Të ne thojnë për tu s'ka ilaç. Toto policit, toto inspektorit, toto spionit, toto shtetit, toto ja besimtarit, toto ati, toto grujës, toto I shkon jeta tutut, a faktikisht kjo është vezveshe shejtanit për çka se pejgamberi Allahut ta ka zgjidh këtë problem me një çelës të imanit, ka thonë kejt umeti mu mledh me të bot dam, s'kan mundësi me të bot dam, vetëm Allahu atë që ka para po tije me të sprovu, dhe Allahu nuk të sprovon ma shumë se mundesh me barë. Qa pëtutesh? Lirau, që lirau, shkoj jeta tutut.